pari nuk e dikush e përmendi estetikën e femnave, edhe unë aty dështa me ndërhy me thanë nuk ban me paragjykue se cila ka të drejtën e vetë. Edhe shqyr që janë edhe këto estetikat, se ka për shembull vajza që nuk janë të kënaqur me trupin e vetë ose me pamjen e vetë, edhe munden të rregullohen sipas dëshirës tyneve. Aden tash dikush i ka gjinat më të mëdha, dikush më të vogla, tash të lutem. Shqyr që janë edhe këto dhe ju kisha lut mos me paragjyku, por ka të drejtë secilëve bëj ç'është dojnë. Pastaj dikush në fillim e përmendi digjitale që kemi tash media sociale. Nëse kthehemi për të dhuna ndaj grave dhe vajzave, unë mendoj se kjo është acaruar me anë të medjave sociale që janë sot, domethënë digjitale, sepse është dhuna psiqike edhe sidomos ndaj femnave, ndaj vajzave është përhap tmerrsisht kjo. Unë mendoj që mirë ishte se kesh për shembull me një trezë vitin e kaluar, një jetin datë si sot edhe te Uleksit ku dojnin të bisedonin dhe aty merreshin pjesë më shumë gra për shembull. Edhe ishën vetëm 4 burra, prej atyre 4 burrave që merrnin pjesë në atë tryezë te Uleksit, njëri ishte përkthyes, tjetri merrte me teknik, domethënë mbeten vetëm 2 burra. Unë mendoj na gratë na i dimi problematikën tonë, na i dimi që bulizohemi, na i dimi që fyhemi, por duhemi me gjetur një mënyrë me shtirë me burrat me folë që dhe ato me kuptu edhe me pranu problematikën që i kemi sot në shoqërinë tonë, edhe që është rritë tmerrsisht në shoqërinë tonë.